Sugarica e Shyhrit e Behlulit as pas martesës nuk po e ndjen fare mungesën e familjes. Këngëtarja e njohur Xhellushe Salihu po shijon një fazë të re në jetën e saj pas martesës dhe zhvendosjes në Zvicër, ku ka nisur kapitullin e ri bashkëshortor. Së fundmi, ajo ka ndarë një moment të veçantë familjar me ndjekësit, duke publikuar një fotografi të ngrohtë me motrën e saj Besionen, e cila e vizitoi në Zvicër. Dy motrat duken të lumtura dhe të qeshura, duke reflektuar dashuri e harmoni familjare. Postimi mori shumë komente pozitive nga fansat, që e vlerësuan lidhjen e fortë mes tyre dhe mënyrën se si i nxjerruan kontaktet me familjen, pavarësisht largësisë. Me këto momente të sinqerta, Inxhi tregon se suksesi dhe lumturia janë më të bukura kur ndohen me njerëzit e zemrës, duke mbetur një shembull i ekuilibrit mes karrierës, dashurisë dhe familjes. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.